Tani e mira dhe e keqja e të qenit në pozicionin tim është që të japin merita që nuk I ke. Zbudhur pak atë flakën e entuziazmit të Senidës, që është një shoqe shumë e mirë, njeri shumë pasionant. Kemi punuar bashkë nga afër. Dua të theksoj që kjo e sotmja është puna e disa njerëzve të tjerë dhe natyrisht unë kam bërë pjesën time, por më duhet të vlerësoj në mënyrë shumë të posaçme Senidën vetë. Jo për t'i kthyer atë fjalën e mirë, por sepse realisht edhe prania ime sot këtu është rezultati I kërcënimit direkt që I bëri Senida zyrës time, duke abuzuar me lidhjen e vjetër që ka me asistentet e mia, edhe të cilat më thanë që atje duhet shkosh patjetër sepse Senida ka thënë kështu. Tani se çfarë ka thënë unë nuk ja u them juve. Ndërkohë që dua të falenderoj po ashtu edhe Delinën për punën e saj pasionante në raport me këtë botën e vogël por shumë të madhe të inovacionit dhe të njerëzve që merren me inovacion. Është një përpjekje që Delina e ka nisur si ministre e sipërmarrjes dhe që tani sigurisht do ta vazhdoj dhe ta çoj më tutje si ministre e ekonomisë dhe inovacionit. Dhe sigurisht dua të falenderoj Lindën Kaçanajin, drejtoren e Akshit, që është edhe, si thua, flamuri I kësaj përpjekje, një përpjekje që ka nisur me flamurin të vendosur në një varg të vogël që ishte Akshi I asaj kohe, dhe që tani është bërë një anije e cila vërtet na nderon, por edhe na motivon dhe na frymëzon, pasi shohim se sa shumë mund të bëjmë akoma. Nuk dua t'ju lodh me një fjalë të gjatë, as do të marr kohën tuaj për t'ju treguar se sa shumë suksese kemi arritur duke lexuar gjithë të fjalimin që kam këtu, por dua t'ju them që ne kemi rënë dakord brenda nesh të çojmë përpara procesin duke hapur dyert e qeverisë për të gjithë inovatorët dhe duke krijuar një hapësirë të përbashkët me bërtham Agjencinë e Ekselencës që ne kemi krijuar para pak kohe dhe të cilën do ta vëmë në dispozicionin tuaj dhe të gjithë inovatorëve. Kjo do të thotë që duam që startupet, inovatorët të kenë mundësi të aksesojnë institucionet dhe duke aksesuar institucionet të kenë mundësi të shohin nga afër problematikat, por edhe të shfrytëzojnë të dhënat e tyre, të shfrytëzojnë statistikat e tyre, të shfrytëzojnë të gjitha të brumë që pastaj është baza e zgjidhjeve përmes
inteligjencës artificiale dhe krijimit modeleve të inteligjencës artificiale. Tani, besoj që duke bërë këtë, do të ndodh ajo që ndodh gjithmonë me këtë sektor, me këtë fushë, me këtë botë, që do mësojmë shumë gjëra të reja nga njëri tjetri, dhe që do prodhojmë produkte të reja. Ne kemi sfidën të krijojmë një akselerator shumë fuqishëm në mbështetje të ministres son të inteligjencës artificiale, që është